Një çift bashkëshortësh humbën jetën ndërsa djali i tyre mbeti i plagosur për pasojë e një aksidenti të rënd automobilistik të shënuar në aksin Shkodër-Lezhë. Aksidenti u shënua rreth orës 9:40 minuta pranë fshatit Beltoj të komunës Bërdic, ku një kamion me targa Shkodre 3582E u përplas me një mjet tip Benz me targa Shkodre 9726C. Përplasja mes dy mjeteve ishte e fortë dhe përpasoi humbën jetën dy bashkëshortët Hysni dhe Maj Ibrahimi, përkatësisht 67 dhe 64 vjeç, ndërsa i plagosuri, por në gjendje jashtë rrezikut për jetën, ishte djali i çiftit, Dritan Ibrahimi, 26 vjeç. Ky i fundit është dërguar për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Hetimet e policisë treguan se shkak për aksidentin është bërë hyrja e gabuar në rrugë e mjetit kamion që dilte nga një rrugë dytësore, ndërsa nga ana tjetër, mjeti tip Benz udhëtonte me shpejtësi të lartë. Ndërkaq pas hetimeve të para në vendin e ngjarjes, policia ka shoqëruar drejtuesin e kamionit, shtetasin Sander Zalli, ndërsa po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave në të cilat ndodhi aksidenti.